Akuza për trajtim të pandërgjeshëm mjekësor përëndojnë familja Krasniqi në supët e urologut Fatos Shukriu. Krasniqët nga Shiroka e Suharekës kanë ngritur kallëzim penal duke akuzuar urologun se gaboi gjatë operacionit të kryefamiljarit të tyre. Si pasojë e atij gabimi, Fadil Krasniqi, i cili vetë se ishte diagnostifikuar me kancer, pësoi shpërthim të fshikëzës urinare. Ai komplikim sipas të birit Bekimit, të përcjellur edhe me neglizhenca të tjera nga urologu, i shkaktoi babait të tij kalimin e kancerit në metastazë e që më vonë i solli vdekjen. Me një mal akuza që Krasniqët po i rëndojnë mbi urologun, Kiks Kosova shkoi të ballafaqoi Fatos Shukriu në vendin e tij të punës, në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Kamera fshet e Kiksit hyri në përrepart e po kërkonte urologu në fjalë. Me të komunikuar me kolegët e tij, Kiks Kosova informohet se urologu Fatos Shukriu kishte 3 ditë që kishte kaluar në pushim vjetor. Që dhe tje Fatos Shukriu në dash? Pushim? Pushim vjetor. Po? E klinik private apo? Po, ka të bolë janë. Kamera fshet të Kiksit hyri dhe brenda urologjisë në mënyrë që të takohet me urologun Fatos Shukriun dhe të njoftoj me akuzat që Bekim Krasniqi po i rëndon mbi ta. Mirë po nga kolegët e tij brenda kësaj klinike na thanë që ka 2-3 ditë që ai ka kaluar në pushim mjekësor. Andaj ne tani do mundohemi të gjejmë klinikën e tij private dhe të takohemi me të për të e njoftuar me gjitha akuzat që janë hedhur kundrejt tij. Ekipi Kiks Kosovës ishte nisur që urologun të e takonte kudo që ai po ndodhej, me të vetmin qëllim që t'i jepej hapësira për përgjigje ndaj akuzave. Kur Kiksi shkoi Shukriut deri në shtëpi, nga fqinjet u njoftua se kishte shkuar në pushime. Të njëjtën përgjigje Kiks Kosova mori edhe kur urologun e telefonoi si pacient. Po, jam jashtë sot një javë. Deri sot një javë? Po, sot një javë. Okej. Ndërru, unë jam... A mundë me pak me bisedu? Jo, të prejtësisë, edhe që qëtohet dhe mu shtohet, s'kam asim. Okej, mundë me të në... Vajtë e rësen. Okej, hajë që përstire. Hajë. Kiks Kosova telefonoi edhe një herë urologun për të informuar se jemi gazetar dhe të marrim versionin e tij të kësaj historie. Pas këtij njoftimi, Shukriu thotë se ajo çështje është mbyllur në gjykatë e ai nuk merret më. Përshëndetje. Jam Florentina Hoti, jam gazetare për Kiks Kosovës në Klan Kosova. Po? Jam të marrë me rastin e akuzët që ka të bëj me juve, domethënë të Bekim Krasniqit. Qëmin, unë jam pushimi, jam jashtë Kosovës. Për çka diçka kjo? Po, domethënë ka të bëj me rastin e akuzës së Fadilit kundrejt juve, për domethënë ai po ju akuzon për trajtim jo të duhur shëndetësor kundrejt babës së tij të ndjer. Po? Po ja, është vendimi gjyqësor. Pasi gazetarja njofton se çështja është kthyer në rishqyrtim, lidhja telefonike bie. Po, ama apeli e ka kthyr në Vendimi gjyqësor. apeli e ka kthyr në rihetim. Anë të aksept. Unë e kam vendimin edhe Apo më dëgjon? Tutje Shukriu ka ndalë çdo thirrje të gazetares, duke qenë i paqasshëm për një përgjigje më të gjatë.